Roxy, Nabuja dhe Wingsat u ndan për të përballuar me 2 misione të rëndësishme: të lirojnë Skyn, specialistët, dhe të shpëtojnë pyllin nga druvarët. Zanat përdorin dhuratën e parë të fatit, por Diana nuk mendon të dorëzohet fuqisë së re magjike të Wingsave. Këta zinxhir magjik I kanë doksuar fuqitë tona. Çfarë keni bërë Nabus? Ato që meritonte. Ai mësoi se askush s'mund ta luftoj Dianën e madhërishme. Do të merrem më vonë me ju. Do ndëshkoheni që sfiduat një zan të madhe. Ndërkohë që ti na mban të mbyllura këtu, pylli atje rrezikon të zhduket. A? Etja jote për hakmarrje nuk të lejon të shpëtosh natyrën që ti e do aq shumë. Riurt. Zanat e tjera, ato kanë kontaktuar me filizin e shenjtë. Unë e ndjej, fuqia ime është në rrezik. Shpejt mblidh skuadrën, shkoni te ujvaret e nimfës dhe ndalojini. Shokët tanë do të vinë të na shpëtojnë. Vërtet je kaq e sigurt? Pra kjo është ajo që na kërkojnë. Wow, sa e bukur. Kjo është zemra magjike e pyllit. Dhe këtu qëndron fuqia e Dianës. Mund ta mundim po shkatruan filizin e shenjtë. Por brenda tyre zemra e të gjithë natyrës. Kjo bim do të jetoj, dhe ne personalisht të gjitha do ta mbrojmë nga ata që mund dhe duan ta shkatrojnë. Ti je një zanë e mençur dhe e drejtë. Të shkatrosh atë filiz do të thotë të shkatrosh të gjithë natyrën. Gjërat nuk mund të zgjidhen duke shkatruar. Do ta gjejmë një mënyrë tjetër për ta mundur Dianën. Po, edhe Diana do ta mësoj se jo të gjithë njerëzit janë pa zemër. Etja e saj për urrejtje e ka verbuar dhe nuk I shikon veprimet e njerëzve si ne që duam ta mbrojmë natyrën. E kuptoj se ky është një moment prekës, por si thoni që ne të ikim? Kjo lagështira më prish modelin e flokëve. E po ja ku po vjen një arsye mirë për t'u larguar. Zanat luftëtare. Shpejt shkoni në një vend të sigurt. Nuk po na presin edhe aq mirë. Hej, është qef të shmangësh. Goditja e dritës. E bukur kjo Stella, fuqitë tona të reja të Sofiksit funksionojnë kundër zanave amazona. Natyrë, më dëgjo mua, është zonja jote që po të flet. Burgosi këto të huajat. Kujdes para teje. Natyra po na burgos. Tani jemi në kurth. Kjo fuqi është më e madhe se sa jona. Bët gabim që në vlerësuat fuqin time, bët shumë gabim. Erdhi koha të kontrollojmë të punën e zanave. Një shok na tha që ka zana të vërteta që komandojnë natyrën, zoti Nester. Gjepura, shokët tanë duhet vetëm të pushojnë pak. Ata janë shumë të lodhur. Ju a them unë kush është prapa këtij mashtrimi, vendasit. E pse kështu? Ata duan të na trapin dhe ne të largohemi që ta kenë pyllin për vete. Por ata njerëz nuk e kanë idenë se me kë kanë të bëjnë. Shkojmë të nxjerrim buldozerët djema. Kjo punë duhet të bërë patjetër sot. Sjohu Blum. Sky. Sky, sa është qetësuar isha. A je mirë? Jemi të gjithë mirë, përveç Nabus. Ai nuk po e merr veten. Vajza, duhet I përdorim të gjitha bashk dhuratat e fatit, tani. Do ta përdorim Sofiksin të gjitha bashk? Mund të jetë me rrezik, por mund t'ia dalim. Fuqitë e Dianës janë më të forta se të tonat, por jo nëse ne bashkojmë fuqitë tona, vajza. Goditja e dritës, flaka e brendshme, goditja jetësore, harmonia e pastër, Frymarrja e natyrës, rregulli superior.
Dole bukur vajza. Ja dolën mban. Nabu. I dashurim. Jam këtu, Leila. Faleminderit, Blum. Erdha që t'ju jap një mundësi të fundit që të bashkoheni me ne, por e shikoj se e pas keni vendosur të luftoni kundër nesh. Tani jeni afër fundit. Diana. Ata po e shkatërojnë pyllin. Sarë që bie një pemë, një pjesë e im jam dhëmbë. Shkoni në pyll dhe ndaloni armiqtë tanë. Jo, mjaft me dhunë, tani mjaft me hakmarrje. Diana, ne duhet të përqendrohemi të gjitha dhe të shpëtojmë Filizin e shenjtë, pyllin dhe jetën tënde. Qetësi, si guxon ti flasësh kështu zonjë son. Hakmarrja e zanave të mëdha s'ka për të marrë fund. Ju dhash një urdhër, lëvizni! Roje! Ruajini mirë të burgosurit. Çfarë do të bëjmë tani? Të bëjmë një fest më mirë? Ide e mirë, Stella. Me të ftuarit do merrem unë. Hey, çfarë po ndodh? Wings for Shazam's wings! Shumë bukur, zemër. Po Riven, a je mirë? Ndihem më mirë se kur. Në rregull, djema, le t'ikim. Jemi dobësuar. Natyra është duke vuajtur. E ndjej. Po shiko, ju thirrën njerëzit e egër për të bërë rolin Ju tuaj. njerëz do ta paguani shtrenjtë këtë. Unë jam Diana, zana e natyrës. Vërtet? Një zan? Ne jemi zanat e hakmarrjes. Para se të ndëshkojmë gjunjëzoni. Çfarë? E po ka që ishte? Largojni këto gra, u lodha duke humbur kohën e parat e mia. Forca ime po largohet. Lidhja me natyrën po bëhet gjithnjë më e dobët. Duron Flora, po thuaj se arritëm. Shpejt, nuk duhet të lejojmë që situata të përkeqësohet më shumë. Besoj se mund të bëhet më keq se kaq. Zanat po dobësohen nga shpyllëzimi dhe nuk mund të reagojnë më. Lërini të shkojnë. Po, sigurisht. Po çfarë po mendoja unë? Ne sigurisht do t'i lëm të lira. Dhe ju dukeni njësoj si... Zana? Po. Dhe bën mirë të na e hapësh rrugën. Po, sigurisht. Pa ta djem kush janë. Piksi tuaj? Gabim, ne jemi të dashurit e tyre dhe nuk i durojnë dot njerëzit që i ngacmojnë ato. Apo jo, djema? Po, megjithse Wingsat janë të afta të kujdesen shumë mirë për veten e tyre. Ai dua shumë kur vepron kështu. Mjaft me lojra tani. Kapini ata klonat. Blum, do merremi ne me këtë. Ju kujdesuni për pyllin. Diana dhe zanat e tjera po vuajnë. Dakor, le të shkojmë, vajza. U arratisët sërish, nuk do të kem mëshirë me ju. Përsa i përket mëshirës, ne duam vetëm të ndihmojmë. Diana, më lejo të të ndihmoj dhe të shëroj. Nëse nuk bëj me njëherë diçka, ti do të vdesësh. E pastaj? Por jeta është më e rëndësishme se gjithçka. Mos mendo se zemërimi im nuk do të vazhdoj. Flaka e brendshme është fuqia që forcon karakterin e çdo krijese. I jep vullnet që të mos dorëzohet kurrë. I jep vullnetin për të rilindur sërish. Ju
pëlqeu ai marifeti? Shikoni një tjetër tani. Regan! Ha? Pafshi ëndra të bukura. Ndonjëherë ti më trëm Timi. Po bëhesh një luftëtar i vërtet. Ja, tregoj unë. Blum, Filizi i shenjtë. Ne duhet ta shpëtojmë atë nga buldozerët para se të jetë tepër vonë. Do të merremi ne me këtë punë. Bima e jetës do të jetojë, të jap fjalën. O jo! Jo, ka marrë fund. Nuk është e vërtet, ka ende shpresë. Duhet ta ndihmojmë që ta sjellim sërish në jetë. Dhe po aq të fuqishme. Flaka e brendshme. Ne duhet të kemi besim. Goditja e dritës. Dhe dëgjoni këtu. E dëgjoni? Është zemra e pyllit që ka nisur të rrah. Rrahja e jetës. Melodia e erës, harmoni e pastër. Çdo krijesë ekziston, madje dhe me vogla është një mikrokozmos i përsosur. Rregulli superior. Natyra kërkon të jetoj, e ndjej energjinë që pulson, frymarrja e natyrës. Ju mund ta kishit shkatruar. Por nuk e bën. Unë e ndjeva lidhjen tuaj me natyrën. Në atë moment më duk sikur ishim aleate. Ne nuk mund të shkatrojmë kur jetën. Apo jo? Drejt, dhe shkatrimi nuk sjell jetë, por është krejt e kundërta. Mos e lër zemrën tënde të verbohet nga dëshira për hakmarrje, sepse së bashku ne mund ta shpëtojmë të gjithë këtë. Ky është fillimi. Kujdes! Sërish ti! U ndërzohet. Faleminderit për ndihmën. Edhe ne kemi qenë viktima të këtyre njerëzve të këqinj. Na shkatruan fshatin. Kjo është e tmerrshme. Vajza, jeni mirë? E po, jo gjithë njerëzit janë të këqij. Po, Diana, jo gjithçka ka humbur në këtë botë. Ka ende shumë gjëra të mira. Ne thjesht duhet të ndriçojmë njerëz si këta dhe t'u tregojmë rrugën e tyre. Po, keni të drejtë, nga dhuna del vetëm dhunë. Faleminderit, tani e di ç'duhet duhet të bëj. Do flasun me Morganën, mbretëreshën e zanave, dhe do përpiqem ta bind që të mos luftoj më kundër njerëzve. Faleminderit, Diana. Më çoni te fshati juaj, do kujdesem unë që ta bëjmë më të bukur edhe më të fortë se më parë. Faleminderit, është nder të na ndihmoj zana e natyrës. Jam unë ajo që duhet ju falenderoj. Që tani e tutje zanat e mia do t'ju mbrojnë ju dhe pylljen, ashtu siç ka qenë më parë. Duhet të sigurohemi që nuk do t'jemi më në rrezik. Po Gardenia, ajo është ende e gjitha e pushtuar nga bimët. Bimët, lianat, pylli, xhungla të tërhiqet menjëherë. Blum, shpresoj vërtet që Morgana të hap zemrën ashtu siç bëra edhe unë. Pa çifat. Do ta marrim me vete këtë. Do ja dorëzojmë autoriteteve lokale. Shiko sa mirë pas keni lidhur ata. Po, nuk mund të bëjnë dot asgjë tani.
E po ata hoqën shumë sot dhe pasi të lirohen, do mendohen 2 herë para se të veprojnë përsëri keq. Dukesh e keq i bukur kur po luftoje. Vërtet, jam i pashëm kur kam një shpatë në dorë apo kur ndjek djem tek qinj. Prit një sekond, mos haro që ylli këtu jam unë. Ej, çfarë është duke ndodhur këtu? Janë zanat e dritës. Po ta shpjegoj më vonë. Jeni treguar të guximshme, e përdorët mirë dhuratën e parë të fatit, dhuratën e urtësisë. Me këtë dhuratë ju mundët të ndihmoni Dianën që të shuante etjen për akmarrje. Tani do t'ju japim dhuratën e dytë, dhuratën e zemrës. Çfarë duhet të bëjmë ne me këtë dhuratë? Mund të themi se kjo dhuratë do t'ju frymëzoj dhe do t'ju jap guxim. Po pse? Çfarë do të ndodh? Ju lutem na tregoni më shumë. Do ju duhet për të vazhduar misionin tjetër. Ha? Zemra ime vogël të mori malli për mua? Ke qenë shumë e zënë me ta, apo jo, Roxy? As pak, ne u kënaqëm shumë. Bëm një shëtitje në Gardenia, pastaj pastruam të gjithë dyqanin, kafshë dhe dashuri. Ato ishin shumë të mira. Je sigurt mos ka diçka tjetër që ti nuk po na e thua, ë? Ç'kemi Kiko e di që edhe ti do pak vëmendje. Pra Roxy do të na thuash se çfarë po na fshe? E po, puna është se kafshët ju kanë bërë një fest surprizë, pa më thënë gjë mua. Unë vdes për festa. Po, por e kuptoni, festa ishte pak egër. Mrekulli, nuk do të quaj fest nëse nuk do të ishte e tillë. U kënaqet në barin Fruti Muzik? Në fakt ata organizuan festën në krevatin tënd, Stella. Oh, në krevatin tim? Si guxoat! E po, unë... Mos u shqetëso, Roxy, Stella gjithmonë e egzageron. Në rregull, tani duhet të kthehem të ndihmoj baban tim. Do shihemi më vonë te bari Fruti Muzik. Sigurisht, sepse dhe ne duhet të argëtohemi pak. Çfarë pamje mrekullueshme. Hej, vajza, dëshironi pijen e zakonshme sërish? Je shumë i sjellshëm. Zemër, a ndihesh mirë? Në fakt jo, kam nevojë të harroj krevatim, rrobat e mia. Hej, më duket se gjërat po shkojnë më mirë mes teje dhe Rivenit. Po, do ta shikojmë. Duket sikur ka ndryshuar vërtet. Kështu mendon ti? Hej, zonjush, mos jemi parë gjë diku bashk? Lëre fare, Brandon, nuk jam në humor. Mos u shqetëso. Duhet të shkoj një ditë të bëj pazar dhe do të jetë mirë. Forca, Brandon, nuk paguhesh për të folur me të dashurën tënde, mbathja. Si urdhron? Pra si është e pylli Amazonës? E po mirë ishte, Roxy. Në fund ne arritëm ta bindim Diana se jo të gjithë njerëzit janë të këqij dhe që ka ende shpresë për këtë botë. Por është fantastike. Dhuratat që morët nga zanat e dritës janë me të vërtetë të fuqishme. Për fat të keq, Roxy besoj se misioni ynë sapo filloi dhe më duhet ta them se jam pak e shqetësuar për atë që na rezervon e ardhmja. Jam i lodhur, Diema. Eja këtu, Timi. Do të tregoj një video lojë të re. Shikoje, është e mrekullueshme. Ti je e mrekullueshme, Tekna. Timi. Diema, jam e të vërtet shumë i lodhur. Shpresoj të mos jesh i lodhur me mua. Çfarë? Sigurisht jo. Si mund të lodhem unë aty? Gënjeshtar, ty po të si Po, ndëgjume. ke të drejtë, por kjo s'do të thotë që unë s'të dua. Zemër, edhe unë. Duhet të bëjmë shumë gjëra gati për martesën. Jam pak e shqetësuar. Po pse çfarë thash unë? Oh, Leila, ti je unike. Sa po luftuam kundër një zane të madhe dhe kaluam shumë rreziqe dhe ç'bën ti? Shqetësohesh për martesën.
Sa mbële ata janë çifti I përsosur. Po ne, Blum. Çfarë? A nuk jemi edhe ne çifti përsosur? Oh, Sky, sigurisht që po. Është kaq romantike. Sigurisht, toka është një vend kaq I bukur. Jam shumë e lumtur që ata janë përsëri bashkë. Më në fund. E po, ja ku jemi. Në rregull, Me që po flisnim për... Fillo ti I pari. Në rregull, dëgjoj. Unë e di që kam një karakter të keq dhe se është e vështirë të rish me mua. Por po përpiqem të ndryshoj me gjithë zemër dhe gjithçka që di është se unë të dua vetëm ty dhe se do të luftoj kundër gjithë Jason Queenve të botës që të rifitoj përsëri ty, Muza. Riven, kjo është e pamundur. Të paktën më thuaj pse. Sepse unë jam vetëm e jotja budalla. Keni bërë një punë të mrekullueshme, vajza. Faleminderit, drejtoresh Faragonda. Ishte një mision I vështirë që kërkonte forcë dhe ndjeshmëri nga ana juaj dhe ju ja dole të mbanë me sukses. Zanat e dritës besuan te ju, ato krijesa superiore që kujdesen për fatin ton. Para se të largoheshim nga mbretëria e Dianës, zanat e dritës na dhanë një dhuratë tjetër. Dhuratën e zemrës. Zanat e dritës e dinë se reagimi I Morganës do të jetë shumë I dhunshëm. Etja e saj për akmarrje do të jetë më e egër tani. Por tani, duke qenë në rrugën e duhur, e dini si duhet ta përdorni talentin tuaj si zanat e besimiksit. Wingsa, kam shumë besim tek ju. Në episodin e ardhshëm, një vizitë e papritur I habit Wingsat. Ç'po bëjnë te bari Fruti Muzik, Ogroni dhe magjistarët e tij? Në një garë kundër orës, Wingsa duhet të shkojnë në shpellën e zanës së drejtësisë. Pastaj ato duhet të kthehen në kohë për konkursin e grupeve të reja që organizohet nga Jason Queen.